Ti mos u mërzit kur. Me i bën njeriu ti gjinaf. Lanet të bën direkte. Jo i madhi Zot s'është ky. Kohën e Musait alayhis salam, i person problematik e egzagjeroi. Atëherë qytetet kanë qenë dhe të mbrojtme me dyert mëdha nga armiku, ja hapën dyert dhe e përzun atë nga qyteti. Larg. Atje si u dinte më jashtë asaj çu bonte në shkretir. Nuk u dinte më ku është ushqimi, ku është shtëpia, ku është jeta. Dhe kur ja mbyllën dyert pa ai nga qyteti u mbyll. Kthej asnjë lloj perspektive. Njerëzit u mërzitën me atë. Dhe kishin drejt që u mërzitën. Dhe ky i tha i madhi Zot, i mbyllën njerëzit portat, ngeli keq. Ushqim jo, pije jo, gjë jo, perspektiv jo, njeri jo, familjen jo. Tha i madhi Zot, njerëzia mi mbylli portat, mos ma mbyll ti portën e faljes tënde i madhi Zot. Tha Zoti i gjithësisë, rahmeti, mëshira e njerëzve mbaroi, rahmeti jot mos mbaroft kurrë. I madhi Zot shumë e kam egzagjeru. Po falja jote, mëshira jote është më e madhe se mëkatet e mia. Mos mle pa bujarin tënde, o bujari mam. Kur vdiq, kështu i thatë madhit Zot, ti mos u mërzit çdo lloj gjinave që të kesh, Zoti të fal. Kur vdiq, sunduesi i madh i gjithësisë i dha urdhër Musait, tha shko falja xhenazë. Musa s'dinte gjë. Tha Zot, kujt atij që u mërzit gjithë populli me të. Tha atij se e kam fal se më ka kërkuar falje, kur ju ja mbyllët portat, porta e faljes time s'mbyllet kurrë. Kur ju rahmeti ju mbaroi, rahmeti im s'mbaron kurrë. E kam fal, e kam mëshiru dhe e kam përkra me bujarin time, faleni xhenazën se ka vdekur si besimdar. Kështu që ja them gjithë secilit, ne mërzitni. I herë, 2 herë, 3 herë me na thon, neve me na bë 4 herë keq ne nuk ta harrojmë gjithë jetën. Jo sunduesi i madh i gjithësisë. Ai është falës dhe mëshirues i madh. Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar të madhin Zot, pendoni me sinqeritet ke Zoti. Asa rabbukum ayukaffirankum sayiatikum. Dhe shpresoni shumë pastaj që ja u fal gjithë gjinavet e jetës. Jo shpresë e madhe që lind nga burimi i pastër Islam. Dhe njeriu sado të shkojnë mëkate prapë është optimist që Zoti do ta fali. Përpiqet dhe lutet me shpirt që të përmirësohet. Kjo është jeta, kjo është betejë e madhe. Kush humb? Ai që e humb betejën, ai që e lën dorë të shejtanit jetën e tij. Ai që vesit i thot nga do që të vi s'kam ç'a bëj. Ky është i dorëzuar, i shkatruar edhe ky rrezikon këtë botë dhe botën tjetër.